Unë sot do të përgatis një salcë me speca të kuqe dhe me patlıgjana. Ndryshe kjo quhet ajvar dhe do të më duhen gati 3 kg me speca, masa që unë kam këtu. 3 kg speca, 1 kg patlıgjan. Këtu kam marrë 4 speca të kuqe që janë djegëse. Këto të dyja tavat do t'i vendosim për t'i pjekur në furrë në 200 gradë. Derisa të piqen nga të gjitha anët, do t'i kthejmë që të na piqen nga të gjitha anët. Gjithashtu do të më duhet një lugë çaji me piper të zi, pak rigon, një lugë kafeje, një lugë e plot gjelle me krip dhe një kokër e plot urdhre. Gjithashtu disa degza me trumz. Siç thash, do t'i vendosim në furrë në 200 gradë që t'i pjekim. Në një tenxhere do të shtojmë një filxhan kafeje me vaj dhe gjithë kokrën e urdhrës të plot siç e kemi do ta agrim imët dhe do ta vendosim në temperaturë të ulët që të kaurdisen. Pasi specat janë pjekur, janë zbutur plotësisht se duhet të jenë të buta, edhe patlıgjanët, ne mund t'i vendosim në një qese dhe mund t'ja heqim lëkurën të ngrota kështu siç janë, por kjo duke hequr lëkurën merr dhe shumë tul. Dhe un kam zgjedhur këtë mënyrë që po ja tregoj juve. Do t'i vendos në një enë dhe do t'i gri në këtë grirësin që kam tu dhe më pas do t'i kulloj. E grim të gjithë masën e specave dhe të patlıgjanëve. E grimthojmë imët. Pasi i grim, i kalojmë të gjitha në sit. Në këtë mënyrë i del tuli më kollaj, më lehtësi dhe në sit do ngelet vetëm lëkura e specës edhe e patlıgjanit. Pasi pa pushuar e kemi shtypur të gjithë tulin dhe e kemi nxjerrë në enën poshtë. Dhe këtu kanë ngelur vetëm lëkurat e perimeve, nuk ka më tul, e kemi nxjerrë të gjithin. Tani këtë mas do ta vendosim tek tenxheria me vaj që po kaurdiset me speca. Pasi për 1 minutë i kemi lënë specat në vaj duke u kaurdisur, do të shtojmë tulin e specave dhe të patlıgjanëve të cilin e kemi kulluar në sit. Në fillim e kemi zjarin pak të temperaturën, domethënë e kemi të lartë. Dhe më pas do ta ulim dhe do ta azjejmë për 10-15 minuta në një temperaturë të mesme. Shtojmë pak trumz, e shkërmoqim këtu. Rigonin, piperin e zi, do shtojmë dhe kripën. Dhe do të vazhdojmë t'i përzjejmë derisa të lidhet kjo masë. Dhe të zi. Pasi e kemi përzjer vazhdimisht, dhe e kemi akoma në temperaturë të ullët, është duke vluar, kështu të nxehtë siç e kemi, do mbushim vazot. I mbushim vazot, i vëm kapakun dhe i kthejmë në këtë mënyrë. Ku e kemi të përfunduar salcën me speca dhe patlıgjana. Kjo salcë mund të bëhet edhe thjesht me speca. Unë sot i kam bërë me speca dhe patlıgjan. Në këtë mënyrë si kemi vendosur kështu përmbys, do t'i lëm 24 orë dhe pas 24 orëve këto rrojnë shumë gjatë, nuk prishen dhe i kemi për gjithë vitin. Gjellët e ndryshme që gatuajmë bëhen shumë të shijshme, sidomos fasulet, gjella me patate bëhet e shkëlqyer me këtë lloj salce. Kjo salcë mund të përdoret edhe si ketchup, shoqëruese kur ham patatet të skuqura dhe në shumë ushqime të tjera. Është shumë e shijshme.